Pra kjo video do jetë udhëtimi dhe unboxing. Më pëlqen shumë fakti që kam filluar të hap videot edhe në dark. Zakonisht nuk ndodh kjo në vlogjet e mia. Gjithmonë I kam hapur ose në mëngjes ose nuk e di, në dark kur, më zhdukur si ndryshe. Tani, nëse unë filmoj në dark, do thotë se jemi për të shkuar diku, ose do dalim, edhe jam bërë gati dhe kam energjinë e duhur, ose do udhëtojmë, që në këtë video është kjo e dyta. Tesh këto ditëset. Dje nuk kam filmuar fare, sot tani, po filmojmë për herë të parë në këtë vlog, duke qenë se dje postova vlogun dhe u mora me ato videot dhe thash do e bëj një ditë pushim se do rinisim prapë me vlogjet. Ndërkohë unë kam qenë shumë e rregullt në palestër, nuk më besoj që kjo java e tretë që unë shkoj 4 herë në javë, domethënë në palestër dhe e mbyll me sukses. Dua ta pranoj që sot si e premte ndjem shumë e lodhur, shumë e konsumuar do thoja, mbasi dita e 5 kam bërë shumë vrullshëm palestër crossfit, kam bërë trajtime, kam qenë kështu këtë javë. Nuk e di, por ti them jam shumë e lodhur. Mos ma vini re, pavarësisht se unë jam këtu duke bërë video, por deri pak minuta më përpara thash Rogerit nuk kam energji dhe fuqi të flas fare. Madje po merret goja se në të vërtetë jam shumë e lodhur, se përveç se kam dalë herët me baking, kam shkuar te puna, kemi patur punë, pastaj direkt kam shku te palestra në orën 12:30, kam bërë crossfit, kam bërë 35 minuta cardio, shkallë, ata që e din, se vështirë është të bësh shkallën, edhe pastaj direkt, sa e veshur kam shku te trajtimi, termokoperta, balta, masazhet, pastaj kisha lënë edhe, se është vetëm një herë në javë, M-skalpi, duke qenë se kam nisur te barku tani, pastaj bëra, çfarë bëra, se kisha lënë për sot, se duhet të bërë kur nuk bë palestër të paktën 2-3 ditë. Dhe ja ku jam. Shkova sërish të puna, mora veshjet e reja, duke qenë se po lëviz, gjithmonë mundohem të marr ndonjë gjë të re që ta ndjehemi bukur, jo se s'kam veshje, por më duket sikur I kam veshur gjitha, gjërat të reja. Dhe thash Ambres do marr, lutem, edhe pse nuk është lançuar koleksioni, unë do t'i marr me vete, nuk ri dot, bëj çfarë të duash, zgjidhe këtë punën e porosive pastaj. Se të gjitha veshjet që unë do marr janë ende pa lançuar, janë pjesë e koleksionit të ri dhe vajzat kur bëjnë porosi I duan tani për tani, kështu që bëhet një katrahur në studion ton sa nuk e keni ide. Dhe gjithmonë thot Ambra, të lutem mos I vish, mos I posto pa bër lançimin e koleksionit dhe pa patur të gjitha masat gjendje, por unë nuk marr vesh. Shkojmë në Firenze. Do shkojmë me gocat, kishim planifikuar të shkojmë të gjitha vajzat e punës për të bërë një udhëtim për 7-8 marsin, meqenëse se ishte edhe fundjavë dhe pse jo të mblidhemi, thuajse të gjitha jemi. Jo, në fakt janë dhe goca, po jemi 3-4 mama, domethënë I festojmë domethënë të gjitha. Pavarësisht se është festë e gruas. Gjithsesi, ne do shkojmë nesër në Firenze me Ambrën dhe Ailin. Vajzat e tjera ju dolen punë rrugëve, si gjithmonë është shumë vështirë që të bësh të gjitha në një datë, në një fundjavë për të udhëtuar në një destinacion. Aq më tepër që është fundjava, është e diela në mes. U bën vetëm ne të treja, po shikoja se e paska. Ndoj që sa kam këtu. Edhe shkojmë unë, Aili dhe Ambra, treshja, 3 muskutierët, treshja e pandar. Gjithsesi dhe vajzat tjerë I përshëndesim. Do donim shumë të ishim të gjitha, se do kishim kaluar shumë bukur. Domethënë, flas edhe për vajzat e Tiranës, jo vetëm për vajzat e Durrësit, por që nuk arritëm të bëheshim të gjitha. Gjithsesi, ky udhëtim është vetëm me vajza, kuptohet, është pak më fan,
Jo se shfam kur udhtoj me Rogertin, po është më ndryshe, ka më lezet kur udhtoj me goca. Po shumë kohë që nuk udhtoj. Okej, përjashtojmë faktin e udhtimit që bëra me blogere, po prapa aty kisha stres se përgjithësi gjëra të tjera. Kurse ky udhtimi është tamam kështu për kokrën e qefit. Pra po dalim për qefin ton, edhe pa fëmijë, pa burra, vetëm ne femrat. Tani kalojmë tek valigja, do përgatis valigjen që kam vetëm 10 kilogramshe, do marr këtë këtu, edhe kaq. Se 2 ditë do rrim, do kthehemi të dielën në darkë, edhe do marr veshje vetëm për këto 2 ditët. Por normalisht kemi këpucë, kemi aksesor, kemi skincare, kemi make-up edhe mbushet, asgjë nuk më del ajo. Gjithsesi, unë do sajohem. Si herën e fundit kur isha me Rogertin fakt. U sajova. Ndërkohë me solli një smoothie, Gjesinta. I thash të ma bënte pak më të trash, që ta haja me luk, sikur më shijon më tepër. Dua të marr të paktën një herë në ditë smoothie, sepse kam marr një puder që ka shumë kalcium, nuk e di, ishte shumë e mirë, ma sugjeruan që ta merrja duke qenë se jam në palestër. Edhe me thanë që nëse ti bë smoothie merr se kjo është shumë e mirë. Me banane, koz grek, me çka ka tjetër? Granola. Thjesht nuk i vendosa fruta sipër se kisha më shpejt të mbaroj. Por nëse keni dëshirë, mund ta bëjmë edhe një herë bashkë dhe t'ju tregoj se si e bëj këtë smoothie. Që është i shijshëm, i shëndetshëm dhe më ndihmon. Kaq do ha sonte, nuk do ha diçka tjetër. Nesër do zgjohemi në orën 4. Shpirti mamit. Ja tani. Shikoj sa bukur i kam bërë valigjen. Mirë, zemra ime ti. Sa po kemi ardhur edhe tek dhoma. Thash t'ju tregoj dhomën përpara se ne ta bëjmë rëmuj, se normalisht 3 goca këtu. Si t'hapim gjithë gjërat tona. Ambra ty. Jo. Nëse jemi goca të rregullta, gjithsesi do e gjejmë prap hapësirën. Duket shumë bukur, dhoma është e madhe, detajet, tualeti është atje, garderoba. Tadam! Super, pas ka dhe varse. Perl. Sa hapësirë. Hekur. Shof, mbase do kenë. Do e kërkojmë patjetër. Hekurin. Pas qyr gjithën, jo, vetëm kjo këtu më duket. S'pas kemi tjetër. Mjafton, no? Kjo këtu edhe ajo atje. Po ja ishte në kështë si palime që bënin atje. Shkripë më njërë, se të ambël. Në fakt si shumë ambël e gjë që ku bëtë foto. Jo, shumë e mirë. And on the leather tag, we can put the initials on top.
Take as you want. You see if you have a big box. Tani kemi ardhur këtu tek zyra tek Kluba e Blu. Duke qenë se e morëm. Kemi zgjedhur ngjyrën e kuqe për ta bërë set. E gocat janë bërë pet. Petu. E shtypur. E sa burë mbje drita, e kam menduar që do viun me vlog në dorë. Ne sapo kemi ardhur te dhoma. Edhe thash t'i tregoj se çfarë bleva. Mora një paketë jeanse të Levi's me këtë nuancën si baby blue, shumë të bukura për pranverë. Mora edhe një pulover tjetër. Shpeni pak sa cute kjo pulovra në ngjyrën blu. Me këto. Si rrush, si boronic, si quhen këto. Si gogla. E, po sa shkoka me këtë ngjyrën e jeanseve, shiko? Njësoj. E morëm dhe këto. Këto dy gjëra morëm tek Levi's. Edhe disa gjëra tjera morëm tek Sephora. Mora dhe unë dhe Andra. Vaj, që më një gjë, një budalli. Më dha dhe këto teserat. I bëri ti 300 euro shpenzime. Mos e trego. Shiko sa bukur këto kremrat. Me këto provzat për t'i provu. E vdesa hambra për këto maron. Merë, edhe një tjetër. Sa për një natë ambër, sa për një herë. Ajde, more maskën ti? Mora këto dy maskë. I mora kështu, jo dance. Asën, këndaj mora. Këto ma dha. Po prit mos e shukot, tani se ti jem make-up. Mora dhe këtë. Njëra që ka krem, tjetra mask. Po. Summer Fridays. Mora këto ajde. Qështë e të Lip balm, diçka e tillë, po ka dhe shkëlqim. Lip butter balm. Mora dhe tek Merit, mora një highlighter stick. Shumë i lezetshëm. Unë të thash! Mere. Po jenë bëja të gjënë me kësho, që fut gishin e lyrë, që dhe që ka dhe si ta. Ishte shumë i lezetshme kjo si highlighter. Shumë natyrale. Edhe si thash, këtë herë nuk të shpenzoj fare si i kam gjitha make-upet, gjitha. Na futi Ambra, Ambra ka fajn. Mora dhe një lip oil gloss nga Givenchy, se i bukur. Ishte shumë i bukur, kishte edhe pak lip plump. Dhe kishte këtë xixën, që ka një se i bukur. Qenë shumë. Me këtë i kam lyrë. Yll. Do ke dalë tani se s'kam parë më përpara. Është për të ngrënë. Mora dhe këtë brushin nga Hourglass. Unë gjithmonë këtë brandin e ngatroj me brandin e Lady Gaga's. Është ky këtu, e dini besoj se është shumë i njohur, shumë viral. Por nuk po e hap, dha të shtëpia. Mos ta prish. Dhe një beauty blender se kisha harruar timi. Mora dhe një tjetër. Ka që ishim blerjet, kemi marrë dhe valigjën. Valigjën e kombinon me ato të voglën. Të shi këto që nuk na bëjmë të se të na zënë vënd në valigjën. Qa more ti? Këto ngjyra që mora, valigja. Ka marrë këtë për masën tjetër, që shkon deri në 30 kg, është shumë e bukur.
Tani kam të treja masat edhe i kam bërë set. Ata të jetën do e Lerogertit, të dyja do i mbaj vetë. Shumë të bukura. I love it. Kështu duken dhe të dyja bashkë. Sa bukur? Jo. Kjo më pëlqeu kot se mora dhe unë këta. Shumë praktike kjo. Do të kisha marrë dhe unë. Roz, më mirë që marrë roz, nëse e pjesh. Po thash, këtë e përdor. Shumë e bukur. Edhe shumë praktike së të zëvën. Po kam hënë, deri këtu do e përdorësh, po Marina me që dhe marrësh. Më të marrësh edhe praktikisht. Që marrë tjetër? E patches, maska, këtë serum në Kerastase, beauty blender as well. Edhe 5.000 lekshim. Tani kjo është veshja që unë do vesh për mbas dite i bie, për darkë kemi tjetër. Se do dalim, se është herët akoma, ora ka shku diku ora 1. Edhe kjo gjaketa, gjithë janë nga koleksioni i ri. Sikur s'ka dritë mirë këtu. U vesha, edhe shikoni, make-upi sa i bukur që doli. Dukesh. Ti tregoj pak kostume. Kam këto goca që s'ja kanë idenë fare. YouTube-it as vlogot as... Qa të them? Kam veç të balerinet e zesa, kë kostum. Mos është për me shkuj maj. E ka pak të rëndë, po. Më pëlqen kur është të rëndë. rëndë. Ato aromat si trandafil, si lullëm, duken si sapun. Nuk pëlqen. Pra verë, pra dita, janë shumë kështu leta. Po. Relax. Super. Ambra po bëhet gati, presim dhe Ailin. Edhe të dalim. Okej, duket pak më mirë. Kemi pantalonat poshtë. I love it. Është më tepër që jemi 3 vibe-et ndryshme këtu. Aili, ja. Si ka marrë malli. Gocat e YouTube-it pyesin për ty. Shumë look. Më jam bërë si një pap. Si bie. Pap. Si ka u shakullor. O zotë. Nga erdhi kjo, nga na doli. Kam gocën më punëtore, ja. Te puna po, këtu, me vete. Shisi part time. Shife si ma bën hysmetin. Kështu ka leset. Shoqe për kokë. Jo ndryshe. Hajte puna po e quj se është në punë. E justifikon.
Kena ble disa budalliqe, po do ja u tregoj më vonë, për momentin po bëhemi gati se do dalim për dark. Dikush po bëhet gati atje, hello, sa bukur. Një do vishem unë, kam këtë setin këtu. Super cute. I'll have the chicken with lemon and chips. And then that is like I can text them. I was Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Ambra. Gëzuar 8 marsi. Sot është diel. Gjithë femrat tona të bukura që na ndjekin këtu, gëzuar. Okej. Ikem. Jemi gati për ditën e dytë. Ku të na qosh Ali? Ali më ka premtuar do qenë në një vend të bukur për të pirë kafe, se nga që unë pi kafe dhe se kam pirë akoma për sot. Ku do që shkosh, shumë bukur është. Po, Ambra do hajnë i briosh, se mua nuk lejohet. Po, tjetrin. E hangre një, në gjesi. Atë lumë. Atër si jemi të i poshtë. Pa, si jam me drejtime. Jo, po del, bje ta shikoj se kam përshtypjen dhe këtej. Bashkohen rrugët. Këtu, bashkohen rrugët. Po. Dollëm nga atje, ishte super vend, super ambient, super gjë. Jemi kënaqur, të një 2 orë aty në fakt. Super bukur. Këtu është një super dritë. Më tregoj edhe tamam ngjyrën e kostumit, sa e bukur që është kjo baby blue-ja. I love it. Këtu në mes të Firenzës. Gjitha rrugët janë të bukura. I love it. Super energji e mirë këtu. Jemi kënaqur. A jemi kënaqur goca? A jeni kënaqur? Se unë jam kënaqur për vete. Po kërkojmë dhe një javë leje dhe po shtym biletat. Super. Po kënaqem. Edhe sot ishte shumë bukur aty. Perl. Bye. Thank you too. Bye. Oh, hello nga një tjetër kënd në këtë video. Tjetër kënd, në më thënë. E kam hapur videon kur shkova në Itali me gocat. Edhe nuk kam filmuar më. Tani jam kthyer dhe po filmoj këtu nga shtëpia. Nuk i tregova dot as se çfarë mora në Itali përveç valixhes, më duket se kemi treguar këtu. Duket se po. Edhe kaq. Pasi u kthyem, pastaj 2 ditë që ishte shumë i vullshëm. Ditën e parë kur u ktheva nuk filmova fare. U përkushtova vetëm Roit edhe Bekit. Dola e kështu. Tani thash duhet patjetër të marr edhe të filmoj, të tregoj se çfarë bleva,
të flas, domethënë se më duhet të mbyll këtë vlogun dhe juve ta shikoni. Tani po bëhem gati, tash të bëj make-upin. Me kanë ardhur disa blerje, disa pako dhe dua t'i bëj unboxing edhe në Instagram, por edhe këtu me juve. Jo të gjithë e kanë Instagramin, ato që më ndjekin nga YouTube, kështu që do mundohem t'i tregoj të dyja. Kam marrë një pako me gjëra shtëpie. Edhe janë shumë gjëra të bukura, do t'ju tregoj dhe ato. Pra kjo video do jetë udhëtimi dhe unboxing. Do kemi gjëra shumë të bukura. Me kanë ardhur dhe porosia që kam bërë për bej, kemi disa veshje pranverore, shumë të bukura nga Next, i kam porositur nga Amberlin Shop, e cila i sjell këtu në Shqipëri, edhe gjëra që mora në Itali. Unë këto herë nuk është se shkova për të bërë blerje, domethënë blerje ti bëj kur lëviz me Rogertin. Më shumë lëvizem me gocat, për qef, nuk është se u përkushtova shumë për të bërë foto, video, blerje e këtë më radhë. Jam munduar të filmoj nga pak, të tregoj para shumë se çfarë kemi bërë. Pjesën më të bukur të kohës normalisht nuk është se kemi arritur të filmojmë, fatkeqësisht Aili këtë herë ka qenë dhe shumë sëmur, ishte me bark dhe me të vjella, edhe ne e shijuam, pavarësisht se na duket sikur kur shikonim Ailin smur, sikur ajo nuk është në gjendje të mirë, nuk ishte, domethënë po thjesht po mbahej që çfarë bësh tani kur qëllojnë gjitha bashkë, më kanë qelluar dhe mua herë të tjera kur kam udhëtuar, është shumë e sikletshme, ndryshe kur je në shtëpi këtu në Shqipëri në vendin tënd, por kur udhton të bësh gjithë terezin e udhëtimit. Edhe u kënaqëm, kemi dalë, unë kam qenë dhe një herë tjetër në Firenze, por kam qenë me Eroin dhe me Rogertin, kemi qenë edhe për furnizime, për takime pune, por që edhe kemi qëndruar. Në të dyja rastet ishte shumë e bukur, kemi shijuar, por ndryshe herën e parë dhe ndryshe këtë herë. Herën e parë ishim me Eroin dhe ka qenë ai i smur, këtë herë kishim Ailin. Edhe herën e parë nuk kam vizituar këto gjëra që vizituam këtë herë. Edhe kështu. Domethënë dy herë të ndryshme, por është shumë bukur. Italia më pëlqen shumë, vibe që ka Italia është fantastik. Nuk di, më jep një energji shumë bukur, njerëz të veshur bukur, vende të bukura, unike, ushqimi mirë. Largohesh nga rutina e përditshme që realisht kemi shumë nevojë. Edhe kaq, 2 ditë ishin. Fatmirësisht biletat i kishin shumë mirë, domethënë kemi udhëtuar në mëngjes herët, kemi arritur dhe kemi plotësuar gjithë ditën e parë atje dhe të njëjtën gjë ditën tjetër kemi plotësuar gjithë ditën atje dhe jemi kthyer në darkë. Kështu që të dyja ditët i kemi realizuar më së miri. Përfunduam duke blerë ndonjë gjë të vogël, unë mora disa gjëra te Sephora. Ja kam treguar Sephora-s, këtu si kam treguar në Instagram. Edhe të masim më duti, mora dhe një palë jeans të tjera Levi's, tani për pranverë të hapura, baby blue jeans, dhe më thënë që janë fix për këtë sezon. Edhe kështu dhe më thënë, gjëra 2 ditë të vogla, shpejt. Ups. Edhe tani dua t'i rikthem rutinës, e kam pak problem kur lëviz, më duhet një 2 ditë mbrapa të marr vetën, ku jam, ku s'jam, edhe të filloj gjëra që bëj zakonisht në përditshmërinë time. Te puna jemi full me punë dhe gjëra, sezoni, o zoti i madh. Tani ka filluar ai stresi i vërtet sepse po bëhet gati përfundimi i koleksionit dhe duhet të dalë. Edhe këto detajet e fundit, që gjithmonë detajet e fundit, dhe pse ti e merr shumë, kemi 2 muaj sa që po punojmë. Por ndërkohë kur vjen fundi, është gjithmonë i stresueshëm. Ndërsa sot, ndryshe nga ditët e tjera, këto ditë jam me cikël dhe nuk shkoj dot në palestër. 3 ditë e para i kam shumë, domethënë dita e parë është me dhimbje, dita e dytë është dhimbje të lehta, por që nuk je në energjinë e duhur. Edhe 3 ditë e parë jam shumë kështu vërdall me mendjen time. Dhe zakonisht më zgjasin 5-6 ditë.
Dhe me dua që këto ditë që unë nuk do shkoj në palestër, mund të bëj ndonjë trajtim që s'kam lidhje me pjesën e poshtme, do bëj krijon, se kështu kam lënë kur mos ke mundësi që të shfrytëzoj këto ditë që unë nuk do bëj trajtime dhe palestër. Dhe gjithashtu sot kam nisur prolonin. Proloni është 5 ditor, është pak a shumë si fasting, por në të njëjtën kohë ti nuk është se do të bësh fasting dhe ushqimet e tua, të gjitha ushqimet, çaj, vitamina dhe 2 vakte dreka dhe darka vijnë aty e përgatitur dhe ti thjesht do ta ngrohesh ose do ta futesh në pjatë. Edhe 5 ditë do ta bëj, meqense unë tani i kam bërë pauzë aktivitetet, palestrën, trajtimet, edhe do mundohem që këto 5 ditë mos të kem shumë lëvizje, dhe pse unë kështu them dhe gjithmonë ndodhin ato 5 ditë të kesh lëvizje dhe po më shumë se asnjë ditë tjetër, por gjithsesi po mundohem që të ketë një rezultat shumë të mirë, pra të jem shumë strikte, nuk kam futur asgjë në gojë tjetër sot, kam nisur me vitaminat e prolonit edhe të shohim si të shkojmë. Unë me gjithë udhëtimin që bëra, kisha shtuar, isha fix 70 kg, dje kur përshova të palestra, edhe të trajtimi njësoj me doli. Kam qenë 69, 68, 69, 70, lëviz, sepse unë me një vakt lëviz 1 kilogram, nuk e di pse, kur e liroj dorën. Është më tepër që në Itali, të jemi sinqert, e prisha. Kështu që, të shohem se sa, unë do doja shumë të isha 66, do ishte perfekt, ja, 65, 66, edhe pastaj të merrem vetëm palestër. Do të thënë po merrem palestër, por që pjesa kryesore e kilogramëve kjo është, do të thënë këtu kam qenë gjithmonë 65, 66, 64, që mos ti të ndihmoj mos ti të marrësh më tepër, pra të jesh te kjo peshë. Edhe mezi përpres do shikoj se si do shkoj edhe sa rezultate do kemi këtë herë. Herën e parë kur e pata provuar para 2 vitesh më duket, para se të mbesja shtazan me bekin, para se të nisesha në Dubai para 2 vitesh kur kam udhëtuar me rohem që se bani mend, e pata bërë, por kur më qelloj që të bëja prolonin, kisha një 5 ditë jo të vrullshme, se unë zgjolla ta bëj fiks një javë para se të shkoja në Dubai, dhe realisht ai 5 ditë që ka qenë shumë i vrullshëm dhe nuk është se arrita, jo e mbajta, por thjesht kam qenë shumë kështu si e kputur, nuk e kuptoj tani ky gjeli tani gjete. Kam qenë shumë e kputur dhe nuk mendoja që ishte zgjidhja më mirë që po bëja, aq më tepër që unë do ikja direkt në Dubai dhe e prisha atje, i shtova direkt ato kilogram, domethënë siç e hoxha i mora, drejt 3 pata ul. Kështu që se mos sa zgjas, se deri tani jemi 9 minuta duke fol. Dhe siç po thoja, sot e kam marrë çik më pushim nga gjitha gjërat dhe do merrem vetëm me këto fotot e video që unë kam për të bërë unboxing, se realisht kur nuk bëj gjën time që janë kjo gjëja, ndjem sikur e humbur, domethënë mund të bëj të gjitha punët e tjera, por nuk bëra kontentin tim që unë kam në mendje për ta bërë, realisht më duket sikur e kam humbur fare ritmin tim, edhe nuk ndihem mirë, nuk merr ndjesi të mira. Kështu që unë sot po i përkushtohem vetëm kësaj gjës, edhe ndaj e hapa dhe videon, doja u tregoj dhe juve këto gjërat, në të njëjtën kohë do të bëj dhe video për Instagram, dhe këto që duken kështu të marrin goxha kohë, e para punës që unë duhet të bëm gati tani, se mbas kësaj do 20 ditë do shkoj dhe puna, kemi shumë gjëra për të bërë. E mora më avash ditën dhe realisht po më shijoj. Nuk e di, ka një problem. Pija automati sa ndesin gjithë gjërat gjithandej. Edhe siç po thoja, ndjem shumë mirë. Tani që mora pak moment për vete, por jam me bekin deri tani. Tani nxorra shëtitje jashtë, edhe unë thash të bëhem gati që të bëj këto gjërat e mia. Shpejt se do më vi sërish beki, se nuk është se qëndron shumë, është më tepër që e di që unë jam të shtëpia dhe s'kam ikur ende. Që tani e kam mësu, do që të dal edhe me merr nanën dhe do që të vishet që të dale. E kam mësu tani të gjithë ritmin e gjës.
është e papar. Këto paga shumë, tani nuk po flasë më se do ju bestis që i video unë këtu duke folur. Dua edhe t'ju tregoj gjëra që mora. Ndaj rini deri në fund që të shikoni vlerjet që kam bërë. Janë gojë shumë, edhe këto që më kanë ardhur nga online. Janë shumë të bukura. Sa rrova, nuk jo pas kam treguar të hapur këto. Një ndër blerjet e Sephora ishte edhe kjo fuqa këtu. Unë pa hap tani që ta provoj. Me qenë se kam për të bërë pudrën e thatë. Ta vetëm njërin anë. Edhe ta shohim nëse ja vlen apo jo. Do bëj bronzerin e thatë. Normal që po, gjithë kjo. Gjithmonë kur shkoja nuk e gjeja këtë dhe kisha fiksim për ta marrë. Nuk doja ta merrja nga jashtë me personal, me këto që sillen kozmetikën, sepse kishin 20 euro më shtrenjtë dhe thash, mos doj pse duhet ta marr kaq shtrenjtë kur lëviz shpesh. Nuk e porosita dhe thash, po gjeta, kur të udhëtoj vetë ta marr. Është Hourglass. Shumë e lezetshme. Kjo është pako me të gjitha gjërat që unë kam bërë porosi për shtëpinë, ndërsa këtu i kemi për bekin. Të parën që do ju tregoj është ky seti i krevatit, pra këllyf dhe këllyf jorgani me këllyf jastiku në materialin inox dhe ka këto lulet e vogla. Shikojeni sa të bukura janë. Mezi po pres që unë t'i vendos. Një set tjetër që unë kam marrë është nga Maria Claire, që janë një set peshqiresh. Është ky i duarve dhe ky i dushit. Shikojeni sa e bukur, unë vdes për peshqire të bardhë. Sidomos me këto, sa shumë e bukur. Gjithashtu, kam marrë dhe këto mbulesën për tek fundi krevatit, duken shumë të bukura. Mezi po pres t'i vendos. Kam bërë një porosi këtë gotën për kafet ftohtë për me vete, ose tek zyra, shumë e bukur. Diçka tjetër që unë kam marrë për tek kuzhina janë këto dyja për dekor, shikojeni sa të bukura janë, për të vendosur aromatizues, syrin, yll. Më shkojnë shumë edhe me vibe-in, me si pres t'i kombinoj. Kam marrë gjithashtu edhe këtë për në tualet, është ky tapeti në këtë materiali. I shkon edhe tualetit tonë, që është në të nuancat estetike. Kam marrë dhe këtë tapetin, shikojni pak sa i bukur është. Shumë e bukur. Se di ku ta vendos tani, dhe vendos të dhoma ime, se po më pëlqej ka shumë. Tadam! Sa bukur më rri me ngjyrat e shtëpisë? Yll. Ose mund ta vendos dhe këtu tek zona këtu te aneksi. Këta shohë. Ndryshova këndin t'ju tregoj vlerjet që kam bërë për baking këtë herë. Të gjitha këto janë për baking. Po besoni? Ose atë më surprise. Shikojeni pak. Super paketime. Tani do t'i hap të gjitha një dhe një. Tani do ju tregoj të gjitha vlerjet për baking. I kam marrë disa bluze të holla, edhe për gjumë, po edhe për në shtëpi, edhe poshtë veshjeve, shikojni, me tekstura printe të ndryshme. Pesop, i kam marrë këtë setin, sa i bukur, që vjen me këto tutat këtu, me ngjyra. Këtë e kam për tani, do me thënë, që është fix koha, akoma që s'ka ngrohur shumë. I kam marrë këtë setin lino, në material pambuku, shikojni se e bukur. I mora gjithashtu dhe një tjetër set. Ky ishte më i bukur, më pëlqeu shumë. Pasi edhe këto nuancat duken yll me të kuqen. Vin dhe tutat, do e shkurtoj se tutat janë pak të gjata, edhe të gjëra,
por që doja shkurtoj dhe do i duken shumë bukur. Një tjetër set ja kam marrë për në verë, më pëlqeu shumë e freskët me kanatierën. Këtë setin jam marrë kështu për shtëpi tani. Vijnë 3 ngjyra të ndryshme me lule. Tutat janë këto dhe bluzet e holla. Super cute. Ndërsa ky set i pambukut edhe ky është tamam për tani. Dhe e veshim kur të dalim me këto tutat e holla. Kjo më pëlqeu shumë si xhaket, shumë e bukur, xhaket jeans me këto pantallonat lino të holla, të freskëta. Se di mbas edhe këto duhet t'ja shkurtoj pak se kanë këtë stilin e gjerë. Dhe seti i fundit është ky tjetri me pika në materialin jeans. Shikojnë se bukur që është. Erdhi Beki! Wow! Papi! Ti kref mami? Ti kref mami? Beki? Si ti krej mami, për ti krejhem shpejt e bukur. Beki, shifi sa e bukur ka dal goca ti. Po mami. Po. Hajde mami. Hajde. Beki. Hajde mami, bëjmë gati. Bekushe. Nuk të rina, të rinë të mëdhaje. Hajde se si kemi ka flokat. Beki.